Mirë se erdhët sërish. Sot kemi diçka pak më ndryshe. Më ra në sy një material komunikimi nga një klinikë ortodontike në Hanover, Gjermani. Quhet KFBAB dhe në pamje të parë duket si një postim i thjeshtë, ndoshta një reklam. Po, por kur fillon ta lexosh me vëmendje, kupton që ka diçka më shumë aty. Pikërisht, ka një strategji të tërë pas saj. Dhe kjo është ajo që do të zbërthejmë sot. Pra jo thjesht shëndetin e dhëmbëve, por si po përpiqen ata të bindin prindrit për një filozofi të caktuar. Sakt. Për mua pjesa më interesante nuk është vetëm këshilla mjekësore, po mënyra si është paketuar. Mesazhi është ndërtuar me shumë kujdes për t'i folur drejt për drejt prindit, duke i thënë bëhu proaktiv. Okej, hajde t'i futemi thelbit atëre. Pika që më troqi vëmendjen menjëherë ishte rekomandimi kryesor. Një vizitë te ortodonti në moshën 7 vjeç. Por shumë njerëz, përfshirë edhe mua, kjo tingëllon jashtëzakonisht herët. Pse fiks kjo moshë? Po, kjo është pyetja kryesore dhe burimi jep dy arsye shumë të qarta. E para, mosha 7 vjeç përkon me atë që quhet faza e parë e ndërimit të dhëmbëve. Pra kur fillojnë të dalin dhëmbët e përhershëm. Fiks, dalin molarët e parë, dhëmbët e përparëm dhe kjo i jep ortodontit informacionin e parë të saktë se si po zhvillohet nofulla. Është si një dritare e parë diagnostikuese apo jo? Pikërisht. Dhe kjo na çon te arsyeja e dytë, që është edhe më e rëndësishme. Kjo moshë është ideale për atë që ata e quajnë trajtim të hershëm ortodontik. Trajtimi i hershëm. Çfarë do të thotë kjo konkretisht? Do me thënë, logjika është parandaluese. Në moshën 7 vjeçare, nofullat e fëmijës janë ende në rritje, janë shumë plastike, si thuash. Mund të modelohen me lehtë. Po, saktësisht. Nëse ka një problem serioz, si një nofull shumë e ngushtë, është shumë më e lehtë ta drejtosh rritjen e kockës tani, sesa kur rritja ka mbaruar. Po, ka kuptim. Si të drejtosh një pemë të re në vend që të pres deg të trasha më vonë? Është fiks kjo ideja. Pra, duke ndërhyrë herët, ata synojnë të shmangin procedura shumë më komplekse në të ardhmen. Okej, kjo pjesa biologjike është shumë e qartë, por prisje që argumentit ishte vetëm kaq, dhe pastaj ata shtojnë diçka krejtësisht tjetër, një element psikologjik. Dhe kjo lëvizje realisht më kapi në befasi. Kjo është lëvizje geniale nga ana e tyre, strategjikisht. Pse mendon? Sepse ata thonë që fëmijët 7 vjeçar janë nxënës të motivuar dhe bashkëpunojnë shumë mirë. Shiko, ata po i përgjigjen një pyetjeje që çdo prind e ka në mendje, por nuk e thot. A do ta pranoj fëmia im aparatin? Po, a do të jetë një luftë e përditshme? Duke e paraqitur fëmijën si partner bashkëpunues, ata e transformojnë të gjithë përvojën. Pra nuk është më një procedurë e frikshme e imponuar. Jo, bëhet një projekt i përbashkët. Ata po i shesin prindit jo vetëm trajtimin, por idenë e një procesi më të lehtë dhe pozitiv për të gjithë. Kjo ul barierat emocionale. Po i thon, mos u shqetësoni. Kjo është mosha e duhur jo vetëm për nofullat, por edhe për mendjen e fëmijës suaj. Shumë e zgjuar. Shumë e zgjuar. E bën propozimin shumë më tërheqës. Mirë, pra kontrolli i parë në moshën 7 vjeç, shërben për diagnostikim dhe nëse duhet për ndërhyrjet e hershme. Por nuk mbron me kaq apo jo? Jo, as pak. Ata përcaktojnë një dritare tjetër kritike, dhe ky është hapi i dytë në strategjinë e tyre. Dhe cili është ai? Trajtimi kryesor ortodontik, nëse është i nevojshëm sipas tyre, duhet të fillojë më së voni në moshën 10 vjeç. Okej, pra kemi dy faza. Zbulimin e moshën 7 vjeçare dhe pastaj ekzekutimi rreth moshës 10 vjeçare. Pikërisht, një plan i qartë. Dhe cili është arsyetimi për moshën 10 vjeç? Çfarë ndodh kaq specifikisht atëre? Arsyeja kryesore është se kjo moshë përkon me fillimin e atij, si thuash, shpërthimit të rritjes në pubertet. Kuptoj. Gjatë kësaj periudhe ka një përshpejtim të rritjes së gjithë trupit, përfshirë dhe nofullat, dhe ata duan ta përdorin këtë forcë natyrore në favorin e tyre. Pra, po thon, le të punojmë bashkë me natyrën, jo kundër saj. Esakt, për të lëvizur dhëmbët dhe për të korrigjuar nofullat në mënyrë më efikase, më të shpejtë. Dhe kjo lidhet me një premtim shumë të madh që ata bëjnë, që më duket se është thelbi i argumentit. Po, dhe ky është ndoshta marketingu më i fortë i tyre. Ata thonë se qëllimi kryesor është të shmanget sa më shumë që të jetë mundur nxjerrja e dhëmbëve të përhershëm. Kjo është një deklaratë shumë e fuqishme për një prind. Sigurisht, mesazhi nënkuptuar është i qartë. Nëse pret shumë derisa të kenë dalë të gjithë dhëmbët dhe rritja të ketë ngadalësuar,
mund të mos ketë më hapësirë. Dhe atëherë zgjidhja e vetme mund të jetë heqja e dhëmbëve të shëndetshëm. Pikërisht. Pra, ata po e paraqesin ndërhyrjen e hershme si një strategji për të ruajtur dhëmbët e fëmijës. Po thonë, veproni tani ose rrezikoni zgjidhje më invazive më vonë. Për t'i bërë këto ide më të prekshme, ata përdorin një shembull shumë praktik. Çfarë ndodh kur një fëmijë humbet një dhëmbë qumshti para kohe? Po, ky është një shembull i shkëlqyer sepse e zbret gjithë diskutimin në tokë, e bën të kuptueshëm. Çfarë propozojnë ata? Shiko, kur një dhëmbë qumshti bie para kohe, dhëmbët fqinj tentojnë të lëvizin dhe ta mbyllin atë hapësirë. Kjo pastaj bllokon rrugën për dhëmbin e përhershëm. Dhe zgjidhja është Ti bajtës hapësire. Një pajisje e vogël e që thjesht mban vendin hapur derisa të vi dhëmbi i ri. dhe përfshirja e këtij detali të vogël, çfarë sinjalizon për strategjinë e tyre? Sinjalizon disa gjëra. E para, tregon se ata mendojnë edhe për incidentet e vogla të përditshme, jo vetëm për problemet e mëdha. Tregon vëmendje ndaj detajeve. Po, e dyta e bën konceptin e kujdesit parandalues konkret, të prekshëm. Dhe e treta ndërton besim. Tregon një qasje gjithëpërfshirëse që për një prind është shumë qetësuese. Dhe kur jemi të besimi, vura re diçka tjetër shumë interesante. Mënyra si i drejtohen audiencës së tyre. Për shembull, teksti është në shqip, por hashtaget janë në gjermanisht. Kjo na çon direkt te analiza e audiencës. Kjo lëvizje është shumë e qëllimshme. Si mendon? Teksti në shqip krijon një lidhje të menjëhershme, emocionale, kulturore, me komunitetin shqipfolës, e bën mesazhin të ndihet familjar. Ndërsa hashtaget në gjermanisht. Ato sigurojnë që postimi të jetë i zbulueshër brenda ekosistemit lokal gjerman, e optimizojnë për kërkimet atje. Pra po komunikojnë emocionalisht në shqip dhe po optimizojnë teknikisht në gjermanisht. Dhe nuk ndalen aty, bëhen hiperspecifik edhe me gjeografin. Nuk thon thjesht Hanover. Jo, listojnë një sër lagjesh e qytetesh, Botfeld, Misburg, Latsen, Kirchrode. Pse ka shumë detaje? Sepse kjo e kthen një mesazh të përgjithshëm në një mesazh personal. Kur dikush nga Latsen lexon emrin e qytetit të tij, mesazhi bëhet për mua. Krijon një ndjenjë afërsie. Po, menjëherë, tregon se klinika e njeh dhe i shërben komunitetit lokal. Është një mënyrë shumë efektive për të thënë ne jemi këtu, pra njush. Madje shkojnë edhe më tej. Theksojnë se konsultat e para i ofrojnë të premteve dhe të shtunave. E etiketojnë si miqësore për familjet. Dhe ky është detaji vendimtar. Me këtë, ata po heqin një nga pengesat më të mëdha praktike për prindërit që punojnë. Nevojën për të marrë lejen nga puna. Saktësisht. Duke ofruar fleksibilitet në fundjavë, ata po thonë, ne e dim që jeni të zënë, e kemi menduar këtë dhe kemi një zgjidhje. Pra çdo detaj vetëm është ndërtuar për ta bërë më të lehtë për prindin që të marrë hapin e parë. Absolutisht. E gjithë strategjia është ndërtuar për të ulur barierat, qofshin ato emocionale, informative apo logjistike. Pra kur i mbledhim të gjitha këto pjesë, ajo që kemi nuk është thjesht një reklam. As pak. Është një fushat komunikimi jashtëzakonisht të sofistikuar. Ata nuk po shesin aparate, po shesin një filozofi të tërë të kujdesit parandalues. Dhe kjo filozofi mbështetet në disa shtylla, siç duket. Po, unë do të thosha në 3 shtyra kryesore. E para, argumenti shkencor i bazuar te koha e duhur, mosha 7 dhe 10 vjeç. E dyta do të ishte apeli emocional. Po, apeli emocional dhe psikologjik, duke adresuar frikrat e prindërve dhe duke përfshirë fëmijën. Dhe e treta, qasja hiperlokale dhe praktike, që heq çdo pengesë. Dhe gjithçka lidhet bashkë për të krijuar një mesazh të jetë bindës. Nuk është thjesht eja rregullo dhëmbët e fëmijës. Jo, është më shumë si bëhu partner me ne për të udhëhequr zhvillimin natyror të fëmijës tënd drejt një të ardhme të shëndetshme. Dhe ne do ta bëjmë këtë proces sa më të lehtë për ty dhe familjen tënde. Pikërisht, kjo është qasja holistike. Ata e kuptojnë se vendimi nuk është vetëm mjekësor, por është emocional, financiar dhe logjistik. Dhe komunikimi i tyre i flet secilit prej këtyre dimenzioneve. E gjithë kjo analizë realisht të lëmi një mendim për të reflektuar më gjerë. Ky fokus kaq i fortë te koha e duhur, te shfrytëzimi një dritare biologjike për të optimizuar një proces natyror, të bën të mendosh. Të bën të mendosh se në cilat fusha të tjera të shëndetit apo edhe të arsimit ekziston koncept ku tjetër ndërhyrja e hershme nuk është thjesht për të rregulluar një problem. Por për të maksimizuar një potencial. Saktësisht, një potencial natyror që nëse lihet pas dore, ndoshta humbet përgjithmonë.
Është kalimi nga ideja e riparimit tek ajo e optimizimit, dhe kjo si filozofi shtrihet shumë përtej ortodoncisë.